Përshëndetje të gjithë, zoti kryeministër, është kënaqësi që ju kam këtu. Faleminderit. Kjo është fjala e tretë greqishte, përveç efkaristo dhe sagapopoli. Si ishte tjetra? Kalispera. Di edhe kalimera. Mirë. Mirë. Nuk kemi keq. Po ju thosha sot në mëngjes kur ju pash me kryeministrin grek, sa kryeministra grek keni takuar gjatë mandatit tuaj, sa? Mendoj që kam takuar edhe kryeministrin Simitis, por nuk isha në këtë post, isha ministër i kulturës, pastaj u takova me kryeministrin Karamanlis kur isha kryetar bashkie, kam takuar kryeministrin Papandreou, kryeministrin Samaras, I kam takuar të gjithë, domethënë pas keni koleksion. Po president turk? Sa president turk? That was a leading question. One and only. Një dhe të vetëm. Let me ask you, Më lini t'ju pyes. Going through a period of geopolitical. Po përjetojmë një periudhë trazie gjeopolitike, të themi kështu. Një vend si Shqipëria, si përballet me këtë? Dëgjoni, kur jeni aq I vogël sa Shqipëria, nga njëra anë të duhet të përballosh atë çfarë duhet, por nga ana tjetër je edhe I relaksuar sepse nuk mund të ndryshosh asgjë, qoftë për keq apo për mirë, kështu që çfarë do të vi, le të vi. Po, ne jemi antar të NATO-s. Po, sidoqoftë, nuk është se ne vendosim shumë çka atje. Kur NATO-ja bën diçka të mirë, si për shembull çlirimi I Kosovës, ne themi kemi bërë një gjë shkëlqyer. Kur NATO-ja bën diçka të keqe, si për shembull largimi nga Afganistani ashtu siç e bën, ne themi është faji I tyre. Sepse të mëdhenjt marrin fajin, të vegjëlit mund të marrin edhe ndonjë merit kur është për t'u marrë. Megjithatë, keni ndjesinë që Ballkani është një lagje e harruar në këtë peizazh? Jo, nuk mendoj që Ballkani është I harruar. Kam ndjesinë që jemi në kohët më të mira. Për të qenë shumë të qartë, Ballkani Perëndimor, jemi në kohën më të mirë, nuk kemi qenë kurrë më pranë Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka qenë kurrë kaq I vetëdijshëm për rëndësinë tonë në të gjithë gjeopeizazhin gjeopolitik. Kemi shumë vizibilitet më tepër pranë në shumë mënyra. Gjatë dekadës së fundit është bërë normale, por s'ka qenë as pak normale që të flisnim dhe të bashkëpunonim me njëri tjetrin. Dua t'ju kujtoj se jemi ulur të 6 udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor rreth të njëjtës tryezë vetëm në 2014 në Berlin për herë të parë në histori. Kështu që jo, nuk jemi të harruar. Jemi në kohën më të mirë që kemi jetuar. Por më kujtohet që radhën e kaluar ju I kërkuat presidentit Trump, më kujtohet shkurtin e kaluar, mbajtet një fjalë ku I kërkuat që ai të përfshihet në disa prej konflikteve që po ndodhin. Po, pata privilegjin të isha me presidentin Trump në ditën e themelimit të bordit të paqes dhe I thash diçka që e kam shumë për zemër dhe ka të bëjë me drejtësinë ndërkombëtare dhe konkretisht me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë që është krijuar
mbështetur në një raport fantazish I sponsorizuar nga rusët nga delegacioni I Vladimir Putinit në Këshillin e Europës, që mbështeste një mocion për të hetuar të ashtu quajturat krimet ushtrisë qytetare të Kosovës dhe specifikisht trafikim të organeve njerëzore. Gjykata u ngrit për ta kthyer këtë raport fantazish në një proces kundër udhëheqësve dhe morën nga zyra një president që ishte aktiv në detyrë dhe e sollën në Hag dhe e burgosën përpara një akuze zyrtare. Dhe kryetarin e parlamentit po ashtu. Dhe më pas I gjithë procesi u kthye në diçka krejt tjetër, pra nuk ishte ndodhur asnjë trafikim I organeve njerëzore dhe praktikisht akuzohen se kanë udhëhequr rebelimin kundër pushtuesve dhe që kanë bashkëpunuar me NATO-n. Ky është thelbi praktikisht. I thash presidentit Trump që kjo është diçka të cilën ai duhet ta di dhe me shpresë tek e cila mund të ndërhyjë. A keni marrë ndonjë përgjigje? Nuk më ka informuar ende. Po ka qenë shumë I zënë Mahamandja. Mirë. Dua të flas paksa për aspiratat europiane të Shqipërisë. Shqipëria është pak si paradoks për mua, sepse nga njëra anë keni një shkallë domethënëse rritjeje, por nga ana tjetër gati 500.000, pra gjysmë milioni njerëzish që kanë lënë vendin gjatë mandatit tuaj. Si e shpjegoni këtë paradoks? Pikëpari, gjysmë milioni nuk është shifër e saktë. Por po, shqiptarët kanë vazhduar të largohen dhe mendoj që është gjëja më normale për një vend I cili ka kaluar 50 vjet izolimi të plot dhe për njerëz që kanë qenë gjithnjë të prirur të emigrojnë e të kërkojnë një jetë më të mirë. Por nga ana tjetër, mendoj që ka të dhëna të qarta që shqiptarët po kështu po kthehen. Kështu që ende jemi në një negativ neto midis njerëzve që largohen dhe vinë, por hendeku po ngushtohet. Dhe po, duhet vazhdojmë të bëjmë shumë, por sa për t'ju dhënë një shifër kur mora detyrën, PBB-ja jon ishte më pak se 10 miliard euro, ndërsa aktualisht është 27 miliard euro. Pra, kemi bërë mjaft. Numëroni më parë 2 milion turist, ndërkohë që vitin e kaluar u rritëm në 12 milion turist, me kishim 300-400 milion investimet huaj drejt për drejta, ndërkohë që vitin e kaluar arritëm 1.6 miliard. Kështu që këto janë shifra të rëndësishme për një vend si yni, sigurisht. Nuk ka as pak dyshim që ka shumë për të bërë për njerëzit. Çdo raport që lexoj në kuadër të aspiratës evropiane ka kritika për ekonominë informale që është ende 1/3 e PBB-s dhe çështjet e shtetit të së drejtës. Apo merreni me to? Patjetër që po merremi. Dhe arsyeja sepse çdo vit, dhe sapo pash shifrat e 4 mujorit të parë, jemi në rreth 300 milion euro më shumë të ardhura krahasuar me vitin e kaluar dhe rreth 100 milion mbi vlerën e planifikuar. Dhe nuk është vetëm rritje, por është edhe ngushtimi I hapësirës ekonomisë informale, sepse kemi futur në veprime dhe inteligjencën artificiale, gjurmimin digjitale, kështu me radhë. Është një betejë. Kur bëhet fjalë për shtetin e së drejtës, pra sundimin e ligjit, patjetër sigurisht që kemi probleme dhe po bëjmë gjithçka mundemi që të përmirësohemi në këtë drejtim. Një gazetar nga Politico më pyeti a do ta
mbyllni punën me Shtetin e së Drejtës brenda 2027-s, I thash në qoftë se synon të jesh antar I Bashkimit Evropian, duhet kuptosh që kur nuk mbaron punë me Shtetin e së Drejtës. Është një moto e përjetshme. Po përmirësohemi, po patjetër, po nuk ka një gjë të tillë si të mbyllet. Ka po kështu edhe kritika që krimi I organizuar është një faktor në Shqipëri. A është betejë e vështirë kjo? Po, e di. Është një kritik dhe në këndvështrimin tim shpërpjesëtimore. Është e vështirë të pranosh një kritik të tillë kur shkon përtej për masave, sidomos në media edhe që janë jashtë, sepse kurse portin ton e kurse Barcelonën, Anversën apo Rotterdamin, për masat dhe çfarë qarkullon në këto porte është e jashtëzakonshme, por kjo nuk nënkupton që ne nuk kemi probleme, kemi luftuar fort, kemi arritur shumë sukses, sepse më së fundi kemi dalë me sukses në diçka që për ne është arritja e një jete, t'i japim gjyqësorit pavarësinë e tij. Pasja e një drejtësie të pavarur që është shumë e angazhuar kundër krimit të organizuar, ka bërë ndryshimin. Do të flas për disa prej çështjeve dypalshe tani. Pse kemi çështje dypalshe? Disa. Nuk mendoj kështu. Ndoshta I zgjidhim këtu, do të ishim shumë të lumtur. Po kishim një çështje ca javë më parë ku të gjithë luajtën mësh sepse thashë nuk jeni librit e Platonit, por ishte vetëm një mënyrë për të ngrohur atmosferën në një debat me kolegun tuaj, jo për të ulur vlerat dhe bukurinë e kulturës dhe historisë greke. Kështu që të tilla çështje nuk mendoj se janë shumë serioze. Në fakt dua të flas për këtë. Sepse ishe me mikun tim John Defterios, që është një person I shkëlqyer dhe nuk doja që ta bëja të ndjej sikur po ja merrja Platon dhe po ja bëja Platonin dhe po ja bëja shqiptar. Ishte thjesht për ta ngacmuar pak, sepse në këtë pjesë të botës e marrim shumë seriozisht veten. Dhe I vetmi problem që ka me grekët dhe me shqiptarët, me qira fjala, më shumë me shqiptarët se sa me grekët, është marrja e vetes shumë seriozisht, duke mendojmë për veten sikur çdo jetë kaq është. Por ana tjetër është që duhet jemi shumë të ndjeshëm karshi historisë njëri tjetrit dhe ta respektojmë këtë historitë njëri tjetrit. Unë e di se sa po themi se sa qetësisht I merr gjërat, po ndërkohë ishte si një lloj armiqësie, jo, larg qoftë, çfarësi. Kushdo që më njeh, unë kam një admirim të madh për këtë vend, dhe nuk e di, më duket që Thomas Milleri që thoshte që duhet një jetë për të zbuluar Greqinë, por duhet një ditë për të rënë dashuri me të, dhe unë s'kam kaluar një ditë, por më shumë se sa një ditë, dhe sa herë që vi, ndjej se kam rënë dashuri me këtë vend, si mund të jem armiqësor. Ndoshta ka qenë një moment I keq, jo, nuk ishte moment I keq. Thjesht isha unë që po bëja humor me njerëz shumë serioz. Ndoshta nuk isha në vendin e duhur. Mirë. Dua të flas pak për zgjidhjen e çështjes së pronave. Një prej kritikave është që e keni trajtuar në nivel kombëtar, keni arritur një normë 60% suksesi në nivel kombëtar, por kur bëhet fjalë për zonat lokale ku grekët kanë rënë dhe jetojnë aty, këto norma janë shumë të ulta. Si e shpjegoni këtë? Dëgjoni.
një temë shumë e thjeshtë, por edhe e ndërlikuar. Duhet të kuptoni, apo më mirë të kujtoni, se ne kemi qenë një vend i cili u privua tërësisht nga prona private. Për gjysmë shekulli nuk patëm pronë private, nuk lejoheshim të kishim as një metër katror tokë në pronësinë tonë, e madje as një automjet privat. Pas 50 vitesh, më së fundi e ndryshuam atë regjim të tmerrshëm dhe sigurisht prona ishte çështja kryesore. Aso kohë u miratua një ligj me konsensus si të opozitës, ashtu edhe të partisë që vinte nga e shkuara, për të dhënë letër përdorimi, pra titull përdorimi, jo titull pronësie, të gjithëve atyre që punonin tokën, dhe ndërkohë të shihej dhe të trajtoheshin ish pronarët. Në atë moment u krijua menjëherë një mbivendosje dhe përgjatë viteve njerëzit që kishin titull përdorimi të tokës u bën pronar, pronarët u bën ish pronar dhe u vendos një shtresë e tretë që ishte shumë njerëz që vinin nga zonat rurale dhe në vakum ndërtuan në mënyrë palishme kudo që mundën në tokë bujqësore. Patjetër që s'kishte tjetër rrugë përveç se ti legalizonin, pra ishte një shtresë e tretë. Ne kemi 10 vjet që po merremi me këtë, duke pastruar sa më shumë të mundemi, duke digitalizuar e kështu me radhë. Por për t'i rënë shkurt, askush nuk mund të provojë të kundërtën e asaj që po ju them, që problemi me pronën edhe në zonat ku ka qytetar etnik grek nuk është as pak ndryshe nga problemet që kanë qytetarët etnik shqiptar në të njëjtën zonë apo kudo tjetër. Është thjesht një problem shqiptar për shqiptarët dhe për qytetarët etnik grek, të cilin po e trajtojmë. Dhe për shkak se kemi një nivel mjaft të rëndësishëm të kuptuari e respekti për pakicën greke, dhe kur flas për të kuptuarit që është një festar kulturor dhe në respektin sepse janë qytetarët vendit tonë, ne ju kemi kushtuar vëmendje të posaçme atyre. Dhe këtu dua edhe të përgëzoj zotin Mitsotakis, i cili ka qenë vërtet këmbgulës për këtë, dhe unë kam konsideruar këtë një gjë të mirë. Respekte për të, sepse ai lufton për qytetarët e tij, por në të njëjtën kohë ju kam thënë njerëzve tanë që duhet ta respektojmë këtë gjë dhe duhet bëjmë më shumë, sepse është e ndjeshme dhe duhet t'u tregojmë e t'u dëshmojmë fëmijëve tanë se sa shumë e vlerësojmë këtë marrëdhënie. Would you give us data? A do të na jepni të dhëna se sa kërkesa të qytetarëve grek për pronën janë përmbushur? Dëgjoni. Ju jeni në krye të një gazete shumë të madhe dhe dërgoni gazetarët tënë. Ata mund të vinë të marrin të gjithë informacione dhe do të ishte me shumë vlerë edhe për audiencën greke, në qoftë se bëni një raportim të saktë bazuar në faktet që do t'ju vëmë në dispozicion. Dhe mendoj që kjo do të ndihmojë. Dakor, pra do dërgojmë digatje. Le të shkojmë te Beleri. Te kush? Te Fred Beleri. Po pse duhet i kthehemi? Është i lumtur, është europarlamentar. Për të çdo gjë përfundoi në të tillë mënyrë sa çdo kryetar bashkie që është çuar në parabugim do ta kishte ëndër, por ndërkohë vazhdojnë të jenë në burg. Jo, e kam seriozisht. Nuk duhet lejo, pra që është një problem i madh. Jo, sot kam provë që
Në atë kohë, duke si kur ishte rast unik, dhe jam përpjekur që t'i shpjegoj miku tim dashur Kyriakos nga pala greke, që ishte shumë i ndjeshëm dhe kësaj dhe respektoj plotësisht, që kjo është diçka që ka të bëj me një model në vendin ton pas reformës në drejtësi, ku ndalimi në paraburgim po bëhet problem. Dhe mund të ndaj me ju, nuk jam krenar për këtë, por gjyqësori është i pavarur dhe ne duhet të merremi me këtë në durim. Në Shqipëri sot kemi 58% të personave në burgje që ende nuk kanë procedim gjyqësor, nuk kanë gjyq. Dhe kryetari i Bashkisë Tiranës nga partia ime, që s'ka lidhje me Greqinë, ka pasur një raport sepse ka qenë mik shumë i mirë me kryetarin e Bashkisë Atinës, është burgosur në janar të 2025 dhe vazhdon të jetë ende në burg. Dhe procesi gjyqësor sapo ka nisur. Kështu që, kur thash që për Belerin përfundoi në mënyrë të mrekullueshme sepse është europarlamentar, e kam fjalën që ka marrë fund, nuk dua t'i kthehem kësaj gjoje dhe kam provë tashmë që kjo nuk është diçka që ka prekur vetëm një grek etnik, është diçka që ka prekur shumë njerëz dhe mund të numëroj edhe të tjerë kryetarë bashkie që janë përballur me këtë. Më lini t'ju pyes që ta kuptoj mirë. Me Kathimërinin ju tha që ky ishte një episod fatkeq, është pafat për të dhe për çdo kënd që në fakt duhet është përpara procesit gjyqësor dhe para burgosit. Dhe kjo është diçka që unë nuk e marr me lehtësi, është diçka që po e ndaj me miqtë europian, por më është thënë, kjo ka të bëjë me drejtësinë. Kështu që unë nuk komentoj dot. Megjithatë, patjetër që është një episod i pafat. Ka një diskutim midis dy vendeve sa u përket zonave ekskluzive ekonomike. Ka pasur një marrëveshje, keni qenë kundër kur ishit në opozitë, pastaj në 2020-ën thash që ishit gati të negocioni me Greqinë dhe ta çonit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Apo ndodh ndonjë gjë në këtë front apo? E vërteta është më e nuancuar. Nuk ishte që unë isha kundër kësaj, por pasi marrëveshja u bë publike, një personalitet i ushtrisë doli me një artikull të plot mbushur për plot me kritika dhe kjo e ndezi mjedisin, sepse nuk është vetëm këtu, nuk ndodh vetëm këtu që ka një reagim të menjëhershëm kur ka diçka që të bëjë me palën tjetër, por ndodh edhe atje. Në atë kohë ne ishim në opozitë. Dhe unë thash, dëgjoni. This might look like a great gift. Kjo mund të duket si një dhuratë shkëlqyer që mund ta marrim, mund të shkojmë në parlament, mund të shkojmë të dalim në protesta, e mund të thërrasim tradhti. Por nuk është kjo ajo që duhet të bëjmë e që do të bëjmë, sepse nuk jemi kjo lloj partie, por në të njëjtën kohë nuk mund të rrim duar kryq, ndaj do ta çojmë në gjykatën kushtetuese dhe i takon gjykatës kushtetuese të vendosë. Pra, e nxorëm nga kjo fusha e futbollit midis partive dhe tifozëve dhe çuam atje. Kështu funksionoi. Tashmë kemi një marrëveshje me qeverinë greke për të shkuar në gjykatën ndërkombëtare. Kështu do të bëhet dhe pastaj i takon gjykatës të vendosë. Presim ndonjë lajm, ndonjë marrëveshje së shpejti në këtë front? Dëgjoni. Çështja Beleri some difficulties in our relation, by no doubt. Krijoi disa vështirësi në marrëdhënien tonë, nuk ka unintended consequence of what happened. Dyshim dhe kjo ishte një tjetër pasojë e paqëllim të asaj çfarë ndodhi, por ajo çfarë ka qenë karakteristike në raportin tim me Kyriakosin është që kemi qenë gjithmonë respektues të njëri tjetrit dhe të hapur me njëri tjetrin, pa bërë teatr.
I respect him a lot for this. Unë e respektoj shumë për We këtë. have decided Kemi vendosëm we should not let our two countries be ko më parë që nuk duhet t'i lëmë vendet tona që të përpihen nga këtë lloj ka shgrindjesh sepse ndodhi diçka këtu apo ndodhi diçka atje. Ne duhet që një herë e mirë të zgjidhim të gjitha çështjet që kanë midis nesh. Dhe këtë po bëjmë, ambicia jonë është të përfundoj brenda këtij viti dhe që vjeshtën e ardhshme ne të deklarojmë që kemi dakordsi për të gjitha çështjet. Ministri Gera Petritis që është këtu dhe e përshëndes dhe admiroj vërtet mënyrën e tij të hishme, është gjithmonë hishëm edhe në momentet më të vështira, ka një buzëqeshje të hishme, një profesor i jashtëzakonshëm i së drejtës. Ai është angazhuar me ministrin tim të jashtëm dhe jemi shumë besim plot. Nga ana jonë nuk shohim çështje. Pra për ne nuk ka asnjë problem për këtë çështje. Natyrisht kemi çështjen e ndet pas zgjidhur të ligjit të luftës. Duam që të mos jetë, tik dhe nuk kemi probleme tjera. Dhe kemi diçka që është një aset i madh për ne, që është pakica greke. Dhe po kështu, diçka tjetër që është aset i madh për ju, që janë qytetarët shqiptar që jetojnë këtu, të cilët janë shumë tashmë plotësisht integruar. Ekzistojë, ju detyrohemi të dyja palëve për të pasur një raport miqësor. Prisni që të ketë një rifillim për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Jo, nuk pres rifillim, sepse kemi rifilluar. Presim një fund në fund të vitit. Të dy presim një përfundim në fund të vitit. Shpresojmë, sepse nuk e dim asnjëherë, nuk e dihet kur çfarë ndodh në këtë botë, nuk dihet kur se çfarë ndodh midis nesh. E shihni, po përpiqem të tregoj kujdes për të mos bërë shaka me ju, pikërisht sepse nuk dua të trazoj këtë mjedis të paq që kemi krijuar. Është Aleksandri i Madh grek? Is Alexander the Great Greek? A është grek Aleksandri i Madh? No jokes, please. All right. Pa shaka, lutem. Not funny. All right. Nuk është për të qeshur. I want to talk about energy routes in the area. Dua të flas për energjinë. Do të bëhet Shqipëria një pikë hyrëse për gazin për Evropën, a ka ndonjë diskutim të tillë? Tani nuk i kërkova leje ambasadorit të SBA-s këtu për të dhënë asnjë informacion, por mund të flas pa lejen e grekëve, pa lejen e europianëve, por nuk flas dot pa lejen e amerikanëve, sepse mund të bëhen shumë të këqij. Kështu që ndoshta është ana sjellta. Po, ka një lloj konspiracioni për ta bërë Shqipërinë. Në fakt më pëlqen shumë kur të gjithë në rajon thonë duam të jemi qendra e kësaj, qendra e asaj, dhe në fakt aty pas në mendje është ideja për t'i gëlltitur të gjithë, po jo, nuk duam t'i gëlltisim të gjithë. Ne kemi shansin për ta pasur këtë gjë dhe miqtë tanë amerikan janë të interesuar, janë mjaft ndihmues dhe nga ana tjetër jemi shumë të lumtur që jemi angazhuar në një bashkëbisedim të mirëtillë me Greqinë për çështjet e energjisë që është prej disa kohësh. Një tjetër çështje që është diskutuar është që keni shumë disident iranian në Shqipëri. Ç'ne? Shiko, ne kemi një histori. Prap, duhet t'i thrasim historisë. Kemi një histori me këpritjeje, që duam ta ruajmë e ta ushqejmë. Siç mund ta dini, Shqipëria është i vetmi vend në Europë dhe për këtë jemi unik, që i dha fund luftës së dytë botërore me më shumë hebrej sa që ishin përpara se të niste kjo luftë. Dhe nuk ka shifra të dhëna për asnjë hebre të dorëzuar nazistëve. Ne kemi mbrojtur
edhe 25.000 italian, pjesë e ushtrisë pushtuese kur Italia kapitulloi, pra i mbrojtëm nga nazistët, pritëm afganët. Pasi ndodhi ai largim nga Kabuli në një mënyrë që si ta quajmë, të turpshme. Ne hapëm dyert për disa mijëra afgan që askush në Europë nuk i donte. Sa për iranianët, na u kërkua të merrnim në konsiderat, sjellnim aty jo për ta përdorur Shqipërinë si një platformë për opozim politike, por për arsye humanitare, sepse ndodheshin në kampin Liria në Irak dhe sulmoheshin gjatë tërë kohës nga vrasësit e Teheranit. Kështu që tham po, mund të vinë. I kemi aty që prej disa viteve dhe ju kemi shpëtuar jetën. Mendoj që do të ketë një konsiderat për ta futur Shqipërinë në parajs nëse rrëfejmë të gjitha këto histori kur kemi shpëtuar jetë. Pra, është një farë mënyrë për të menduar që një farë soi mund të shpëtojmë ferrit. Edhe një pyetje tjetër sepse mendoj që kryeministri ka shumë spekulime për kampet refugjatëve europiane në Shqipëri. Ka një diskutim për këtë apo kampe europiane të migracionit? Italiane? Jo, janë dy gjëra të ndryshme për ne. Ne kemi një histori të gjatë dashurie me Italinë, kështu që është ndryshe. Jo. Italia na kërkoi të merrnim në konsiderat, të ofronim mundësinë për të ngritur këto qendra për përpunimin e migrantëve dhe i tham po, sepse Itali si themi gjithmonë po. Ata nuk na kërkojnë shumë gjëra, por kur na kërkojnë, më themi po, sepse kanë qenë shumë të mirë me ne dhe kanë qenë krahënesh në momente shumë vështira, kështu që është një bonus i veçantë. Sigurisht pastaj kur kryeministri italiane është një grua, është edhe më e pamundur, i kemi parë fotot e historisë tuaj dashurisë, është më e pamundur që ti thuash jo, e kuptoni këtë. E kuptoj që kjo ka ndodhur edhe me ish ambasadorën greke në Tirana, po me këdo, po sidomos me kryeministrën italiane. Faleminderit shumë, kryeministër.